Abu Talha al-Ansari, radhiyallahu an, ndëgjoj këtë fjalë të Allahut azza wa jall dhe u kthy në shtëpinë e tij dhe meditoj. Dhe po se nga pasuritë që posedonte nuk kishte diçka më të dashur për te se sa kopshti i tij Bejruha. Një kopsht bash përballë xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thurur me muri, përplot palma dhe hije, e kesh një bunar, një pos aty me ujë. Unë dalë dhe tha, nuk kam diçka nga pasuria që e du ma shumë se sa Bejruhan. Po unë e du gjenetin Allahut ma shumë se sa te. Allahu po thot, nuk keni me arrit gjenetin, mirësin, përderisa nuk e jepni për hir të Allahut ato që e doni më shumëte. Filloi me çaj dhe doli nga shtëpia. Shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhami dhe i tha, ja Rasulullah, apo në nxit Allahu përmes këtij ajeti që ta japi më të mirën që e dojmë nga pasuria, ato që e dojmë më shumë nga pasuria? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po, ja Rasulullah, ti bëhu dëshmitar para Allahut azza wa jall, po edhe krejt këta sahabë, se pasuria që më shumë të e du është kopshti e Bejruha. Ato po e japi për hir të Allahut. Që Allahut ma jap xhenetin. Edhe filloi me çajt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gëzu shumë kur pa se në mesin e shokëve të tij ka të tillë që po ndikoheshin drejt për së drejti nga shpallja nga Kurani. Se Kurani, libri i Allahut azza wa jalla, është për neve që ne me u ndiku, me u përmirësu, me i hek disa virtyte dhe cilësi të këqija dhe mu pajis me disa të mira. Kur po e sheh këtë efekt dhe këtë rezultat, u gëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ja pranoi atë sadakat mëdha. Po veç se i tha, une të kisha këshillu, se i tha, ja Rasulullah, ti e din çka bën me te. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, unë të kisha këshillu, jepe sadakat të këtë afërmit e tu, se ka me shkaktu ajo që të forcohen lidhjet mes jush. Edhe ashtu veproi Abu Talha.